Ministra e Mbrojtjes e Rumanisë njoftoi se me 29 tetor se rotacioni i një pjese të trupave amerikanë në Europë është ndërprerë duke përfshirë forcat e dislokuara në bazën Mihail në pjesën lindore të aleancës. Sipas njoftimit, vendimi ishte pjesë e rivlerësimit të pozicionit global të forcave amerikane, i cili është prioriteti i administratës së SBA-s, që nga muaji i shkurt i këtij viti Ministria rumune thekson se ky vendim është i pritshëm dhe i koordinuar me partner strategjik amerikan, duke e bazuar dhe në forcimin e pranisë së NATO-s në krahun lindor. Zyra e mbrojtjes sakson se ndërprerja e rotacionit preku një brigadë që kishte elemente të shpërndara në disa shtete të NATO-s, por që tani do të mbajë afër 1000 ushtar amerikan në Rumani. Ky numër synon të sigurojë parandalimin e kërcënimeve dhe të ruajë angazhimin e SBA-s për sigurinë rajonale. Ky vendim ka ardhur pas disa muajsh ku ishte përfolur për tërheqjen e trupave nga krahu lindor përfshirë Poloninë. Gazeta ukrainase QV Post raportoi se aleatët e NATO-s janë informuar për vendimet dhe brenda diskutimeve të brendshme janë marrë në konsiderat edhe reduktime të tjera të mundshme, por vendimi i fundit preku vetëm Rumaninë. Autoritetet në Bukuresht dhe ato amerikane nuk kanë dhënë një shifër të saktë të forcave të mbetura, megjithëse në fillim të vitit 2025 ishin mbi 1700 ushtar amerikan, kryesisht në bazat Mihail. Vetëm në bazën ajrore Mihail ndodheshin rreth 1400 ushtar. Ministri rumun i mbrojtjes Ionut Mosteun ka deklaruar se vendi i tij mbetet një partner i rëndësishëm për SBA-n dhe se pritet strategjia kombëtare e mbrojtjes së SBA-s, e cila do të japë detaje për ruajtjen e pranisë amerikane në Europën lindore.